Për Ramushin, për generalin Ramush Haradinaj thotë dhe ta mësoj Shqipen? Atëherë një gjë. Kam thënë kështu. Kom dëgjuar që ka thonë. Ushtruar Kosova nga forcat nga UÇK-ja deri në datën 12 qershor që erdhën forcat gjermane në Prizren. I heq kapelin Ramush Haradinaj për luftën që ka bërë, për gjakun që ka dhënë si familje, për sakrificat që kanë bërë si familje tjera. Nga momenti që Ramush Haradinaj firmosi dhënien e 8.000 hektarëve tokë, malitësi, jam absolutisht kundër tij dhe duhet të jetë dorëheqje nëse nuk mund ta bënte ndryshe. Kjo tjetër, kjo pjesë tjetër. Kjo thonë, Ramush Haradinaj dhe ta mëson gjuhën shqipe. Si? Keni thonë po thot, keni thonë në emisionin tim Zoqe që Ramush Haradinaj do të më mësoj më mirë gjuhën shqipe. Jo. Kjo thonë. Nëse kam thënë të mësoj shqipen, patjetër që kam thënë, nëse ka përdorur ndonjë fjalë që nuk i shkon gjuhës shqipe Ramushit. Apo mpret pak. Mpret, a më dëgjon? Ramush Haradinaj. Mas po e ka mësuar gjuhën shqipe, analfabetin e gjuhës shqipe, 36 shkronja, edhe ka marrë kallashin e llohin në luftë. Nuk ka lidhje pse është familje dashmorëve, sa drejt. Ai Leoni dhe Shkëlzini e kanë bërë punën e vet. Ata janë për veten dashmorë të kombit. Kurse Ramushi është një luftar që turp është ta fysh. Po zotëri. Edhe jo veç Ramushin. Po dëgjoj. Çdo ushtar te ushtrisë qeveritare, të cilin e fyn ti është turp për ty. Ti, se e kum dëgjuar në emision, e kum dëgjuar emisionin mirë, ai djali tha ty patriot. Ti erë me patriotizëm s'ki. Edhe ti veç shqiptar si je. Asnjëri buhetës nuk jete. Zoqe, mos të kalojmë në ofendime, po. Dëgjom çik mua. Unë e shoh ku e keni mllëfin me mua dhe ku e keni inatin, se unë jam antikomunist. Zotëri, edhe një herë, nëse kam thënë që të mësoj gjuhën shqipe, patjetër që diku ka gabuar që e kam thënë, se kam thënë kohë. Kjo për çdo ke thonë. Zoqe po, të falenderojmë shumë Zoqe se edhe jemi në lidhje me Skype edhe nuk kem mundësi me zgjat më shumë për shkak të kushteve teknike. Të faleminderit shumë që u lajmërove. Bazë Shaban, pak a shumë i tërhuçi fjalë Zoqe Islami. S'kum thon, s'kum bon, ç'tu tha? Po ka kjo avokati i Shqipërisë. Edhe dëshmitari kur të shkojsh, para gjykatës kur dilsh. Nëse nuk e ke pa me sy, me të ndëgjume, me të nime, me shpifje, me rana, edhe gjyqi nuk ta pranon si provë, si dëshmi. Dhe nuk të falet flasësh në komunikimin publik, thuash diçka. Nuk tërheq atë. Se çka ka thonë ky? Nuk e veç Serbia ka thonë, veç Udba. Edhe ato nuk e ka thonë Serbia, po e ka thonë përmes shpionave të vet në Kosovë. Edhe përmes ti. Diçka po të më thonë avokat diçka që thonë të folë? Jo, do thoja që neve avokatëve, ndryshe nga të tjerëve, nuk na lejohet që të mos jemi në nivelin më të lartë kur vjen puna tek raporti me të vërtetën, për shkak se ne dhe njohim juridikisht të vërtetën. Pasi është pikërisht ndaj që tha zotëria, që edhe dëshmitari kur thirret, konsiderohet dëshmitar vetëm nëse ai vet ka dieni, jo se ka dëgjuar këtu, ka dëgjuar aty. Më thënë, qëndrimet nuk mbahen me thashë theme, mbahen mbi baza. Plus që kur me përgjithësi që të bësh akuza për vrasje, akuza për tradhti, akuza për figura publike që kanë të bëjnë me pozicionet e tyre, dhe ti je një person i cili nuk je shtetas i Kosovës, se ka rëndësi kjo gjë. Vërtet jemi një komb, po edhe njohuria dhe angazhimi dhe përgjegjësitë, edhe raport me gjykatën, ne i kemi në Shqipëri, siç i keni në Kosovë, që të thotë i kemi të ndara. Dhe në momentin unë dua të distancohem totalisht nga gjithçka dëgjova se nuk e dija. Do të distancohem totalisht si nga rasti i Maqedonisë, si nga rasti i LDK-PDK-s, si nga rasti i Ramush Haradinajt. Unë distancohem totalisht, po të njëjtën që do bënte çdo avokat në Shqipëri. Lordëgitje për Altin, bravo. Altin, para se me fillu me shku tek protestat, një gjë që ka shqetësuar neve këtu si media në Kosovë, kemi po kryeministrin tonë Albin Kurti në Greqi. Dikush thotë ka shku në pushime, dikush thotë ka shku është taku me Deuna Mihajlin, po për ju personalisht a e njihni Deuna Mihajlin dhe si e njihni? Jo, mund të them që Deuna Mihajli
që është sipas gjithë leximeve që unë bëj, në Kosovë, raport